dini që aziatikët nuk janë si ne? Ata kanë disa aspekte vërtet të veçanta. Madje unë do të thoshja disa të fshehta që shumë pak i kanë kuptuar. Ndaj do ju sugjeroja që ta dëgjoni deri në fund të material dhe do t'ju lutesha që të lini komentin tuaj se çfarë mendimi keni. Është tepër e rëndësishme për të gjithë ne, për ju. Jo se njerëzit nuk e kanë kuptuar, por kur diskutohet në mënyrë të drejt për drejt, pra në këtë forum, jo me superlativa dhe jo në për video duke i ilustruar ato me disa foto apo video, por duke thënë kështu drejt për drejt, vjen ndryshe informacioni. Unë do t'ju them një nga aspektet e aziatikëve. Kush është rastisht do t'i lutesha nëse është e mundur t'i bëj like faqes, nuk i kushton asgjë, që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi bashkë. Nazi, do më thoni ju pastaj nëse është mirë apo keq në këtë formë. Nazi nuk kurohen pacientët si në vendet e zhvilluara, pra si në Evropë apo dhe në Amerikë. Sillen ndryshe. Në Kinë, po thuaj, gjithë Kina por edhe Japonia, shkojnë tek mjeku 4 herë në vit. Parafërsisht, 4 herë, 3 ose 4 herë në vit. Dhe bëjnë një kontroll. Pra duan apo nuk duan, ata bëjnë një kontroll. Sepse ja u kërkon qeveria, ja u kërkon shteti dhe njëkohësisht edhe mjekët. E dini pse? Për të parë nëse ata janë mirë ose jo. Po. Pra u bëhet një kontroll dhe ndërhyjnë mjekët përpara se të ndodh problemi. Si ndërhyjnë me agopuntura, me ato gjilpërat, ose me ato kupat, ose me barëna, kryesisht me barëna, për të kuruar atë sëmundje që kanë, ose një patologji që mund të jetë shfaqur në atë moment. Pra përpara se ajo të fillojë. Kurse anasjelltas, që mos ta lë shumë gjatë këtë, po e përcjell këtu, kurse anasjelltas në botën tonë, në Evropë apo në Amerikë, ne shkojmë tek mjeku kur është shfaqur problemi, pra kur kemi sëmundje, shkojmë që të marrim ilaçe. Kurse ata jo. Ata ndërhyjnë përpara se të ndodh problemi. Sepse shtetit, sipas gjasave, u duhet, ata nuk e thonë, po ky është sekret, thash, sepse shtetit u duhet që të ketë njerëz të shëndetshëm. Sepse janë pikërisht njerëzit e shëndetshëm që i japin të ardhura financiare shtetit, që mbajnë shtetin dhe mbajnë edhe doktorët. Pra janë pikërisht këto baza financiare që mbajnë shtetin dhe mbajnë njerëzit. Tjetra, në qoftë se ju shkoni për shembull në luftë, ju përgatiteni, pra përgatisni armët që të shkoni në luftë. I bëni armët, pastaj shkoni në luftë, apo jo? Kurse kinezët dhe japonezët, jo. Ata, pra i përgatisin, kjo, jo se jo, por ne po e them që përgatitemi në luftë për të thënë që për sa i përket sëmundjeve. Pra kinezët e bëjnë tamam si në luftë. Përgatiten përpara se të ndodh problemi, u ndërhyjnë të gjitha këtyre problemeve, nëse kanë një problem, ose nëse nuk kanë asgjë, s'ka problem. Bile, kur ata kanë probleme, në momentin që fillojnë problemet e tyre, mjeku shkon, i viziton dhe nuk merr para. Është i detyruar nga shteti që të mos marr para. Pra, parat kinezët ja u japin mjekëve vetëm kur shkojnë që bëjnë vizita, ato 3 apo 4 vizita gjatë vitit. Por jo kur janë të sëmurë. Nuk e di më kuptoni apo jo. Kurse këtu është anasjelltas. Dhe tani, se pse është anasjelltas, unë do të dëshiroja një komentin tuaj. Ndoshta, nuk e di, por ne quhemi, ose quhet botë e zhvilluar, por ne kemi disa lloj përdorimesh që duket sikur janë ose të qëllimshme, ose sikur, sepse normal që ne i kuptojmë, normal që ne e dim që duhet të përgatitemi paraprakisht përpara se të ndodhi diçka. E megjithatë, ne
modifikojmë ushqimet, modifikojmë ujin, modifikojmë çdo gjë dhe si përfundim nuk shkojmë tek mjeku, se po të shkojmë tek mjeku. Ju e dini shumë mirë që qoftë kur nuk ke sëmundje ta bëjnë që ta kesh ose anasjeltas. Megjithatë, do të dëshiroja një komentim tuaj sepse ky është një argument tepër i rëndësishëm. Pra, aziatikët, pse sillen në këtë formë? Ka disa që mendojnë që është pikërisht kjo mënyrë jetese, njëra nga këto që është kjo këtu, që i bën ata të jenë të fortë. Merreni me mend, ata nuk janë si indianët, janë 1,5 miliard dhe nuk janë si indianët, nuk janë si afrikanët. Jo, bile nuk janë as si ne. Ata janë tepër të organizuar, punojnë, janë shumë punëtor, punojnë, mbyllin gojën, keni dëgjuar ju ndonjëherë kinezët bën kështu? Jo. Dhe janë 1,5 miliard. Ne shqiptarët jemi pothuaj 3 milion dhe bëjmë kaq rrëmuj sa që nuk e dini. Kaq rrëmuj që ku ta di unë. Tani, pse e them këtë? Ndoshta sepse ne, duke qenë të shtypur për mijëra vite, dëshirojmë edhe ne të kemi një moment lirie, ose nuk e di kush është problemi, do të dëshiroja një komentin tuaj për këtë argument. Megjithatë, nuk është vetëm sepse nuk dua të dal nga biseda e ilaçeve. Ne përdorim ilaçe nga mëngjesi deri në darkë. Përdorim ilaçe edhe sikur mos të kemi probleme. Ndërkohë që në Azi, qoftë kinezët, qoftë edhe japonezët, mundohen që ti paraprin sëmundjeve jo me ilaçe, por me barna, ose me agopuntur, ose me forma të tjera që janë më të si mund të quhen, më të dobishme ndonjëherë se sa ilaçet. Ose ndoshta janë më shumë. Tani, unë nuk jam ekspert për këtë, por unë doja të nxisja mendimin tuaj që ta diskutojmë. Padyshim mes nesh ka ekspert dhe do dëshiroja një komentin e tyre. Pra, nëse ka farmacist, infermier, apo ku ta di unë, apo mjek këtu në këtë faqe, unë do dëshiroja një komentin e tyre sepse është jetik për ne, një koment i tyre. Është tepër i rëndësishëm. Sepse, shiko, ta mendosh thellë këtë, që shumë pak flasim për këtë, po thuaj askush nuk flet për këtë. Me një fjalë, kinezët nuk shkojnë tek mjeku përpara se të kenë thjesht për kontroll, 3 apo 4 herë në vit, bëjnë kontrollin, pagojnë mjekun për atë që është, dhe nëse ka probleme ata e kontrollojnë që ta shërojnë përpara se të fillojë problemi. Pra, sapo ka filluar, sepse nëse ai bën një kontroll të përhershëm, 3-4 herë si thash në vit, ai është në kohë që ta kap problemin. Ndërsa në vendet e tjera, në vendin tonë për shembull, apo Evropë, vetëm kur shikojmë që nuk ecim dot, nuk ngrihemi dot, bile kam disa shoku nga Shqipëria që thonë që vaje tek mjeku se kishte kaq kohë që më dhimbte këto, merreni me mend tani sa kohë kalon për disa që e lën zvarr një problem dhe pastaj kur shfaqet problemi nuk ka më kohë. Pra, ky është fakti 1 dhe fakti 2. Ata, pra kinezët ose japonezët, përdorin barna, përdorin gjëra të tjera që pothuaj 40% më pak se sa Evropa, për sa i përket ilaçeve. Përdorin 40% më pak ilaçe se sa Evropa. Është merr ta mendosh, sepse ata janë 1,5 miliard vetëm Kina dhe përdorin 40% më pak ilaçe se sa Evropa. Është merr ta mendosh. Atëre, çfarë ndodh? Dihet që ilaçet, pjesa dërmuese e ilaçeve e kanë të shkruar që thonë efekte anësore. Dhe dihet që ne kur marrim ilaçe, nuk po them që ilaçet nuk bëjnë mirë. Unë po them pse? Cila është diferenca? Pse këta sillen në këtë formë? Jetojnë më mirë, më gjatë kinezët dhe japonezët? Jetojnë, me një fjalë, mbijetojnë më shumë prej tyre se sa nga ata që mund të vdesin nga sëmundje? Është pyetje. Duke përdorur këtë formë, e kam fjalën. Megjithatë, si është e mundur një shtet kaq potent, me 1,5 miliard për shembull Kina, të ketë nën kontroll një gjë të tillë? Si?
sepse ne nuk na mbledhin dot as 2-3 miliard, 2 miliard, më falni, 2-3 milion banor që ka Shqipëria nuk na mbledhin dot që të bëjmë një shtet siç duhet, ose të ecim ashtu siç duhet, që të na ketë zili bota. Ë? Shiko, nuk dua të vë, sepse nuk është faji i shtetit këtu. Kryesisht është i njeriut, pastaj vjen i shtetit, i ligjeve etj. Mendoj unë. Nuk e di. Megjithatë do dëshiroja thash një komentin tuaj, çfarë mendimi keni ju? Vazhdojnë të na marrin telefon ndërkohë, dhe unë po i lë që ashtu, sepse ky është vërtet një argument që më ka mbetur në kujtesë dhe doja ta ndaja me ju. Pres komentet tuaja. Mezi pres të më thoni. Pra është mirë që të përdoren ilaçet kështu me sens pa sens, apo është mirë si e bëjnë kinezët, që bëjnë kontroll përpara se të ndodhë. Shiko, në qoftë se ju doni, si thoshte njëri në një artikull, në qoftë se ju doni keni etje dhe doni që të keni rezerva për ujë, ju bëni pusin, ta përgatisni pusin dhe që me atë pus të shuani etjen. E njëjta gjë ndodh edhe me mjekësinë tradicionale kineze. Pra ata përgatiten paraprakisht, sepse pusin ti nuk e bën dot në momentin që ti ke etje. Si do ta bësh? S'ke kohë. E njëjta gjë ndodh edhe me mjekësinë e kinezëve. Ata e bëjnë paraprakisht. Kështu që edhe ne pusin duhet ta bëjmë paraprakisht, apo jo? Pra ne duhet të ndërhyjmë paraprakisht përpara se të ndodhin problemet. Megjithatë unë pres komentet tuaja. Padyshim mes nesh ka ekspert dhe do të dëshiroj komentin e tyre. Ju përqafoj. Kalofshi bukur.